Sindroma e dorës së huaj. Alien Hand Syndrome. Imagjino të shikosh dorën tënde duke lëvizur vetë. Të hap një derë, të kap diçka, të prek fytyrën tënde pa e urdhëruar ti. Kjo nuk është skenë nga ndonjë film horror, por një gjendje e vërtetë neurologjike. Sindroma e dorës së huaj. Personat me këtë çrregullim e përjetojnë dorën e tyre si një entitet të pavarur që ka vullnet më vete. Zakonisht ndodh pas operacioneve në tru ose pas dëmtimeve në korpusin kallozum, pjesat që lidh dy hemisferat cerebrale. Pa këtë urë lidhse, dora e majtë dhe e djathtë mund të veprojnë në mënyrë të pavarur. Një paciente e njohur përshkruante dorën e saj të poseduar. Ajo mund të mbyllte kopsat e këmishës me njërën dorë, ndërsa tjetra i hapte sërish. Një betejë e vërtetë mes dy pjesëve të trurit që nuk komunikojnë më. Edhe pse tronditse, kjo sindrom rrallë është e rrezikshme. Trajtimi përqendrohet në rehabilitim motorik dhe teknika për të angazhuar dorën në mënyrë të qëndrueshme. Një dëshmi e jashtëzakonshme se si truri mund të ndahet në dy mendje, brenda të njëjtit trup. Lexoj Hysni Balio.